ushqyeshmëria është një prej gjërave më të rëndësishme për me pas një karrierë ose një jetë sa ma sportive dhe sa ma të suksesshme. Sa i përket mu si Drilan, ku gjatë Ramazanit, me të vërtet them në plot kuptimin e fjalës se ndihem mos ta egzagjeroj shumë, po ndoshta edhe më lehtë se gjatë jashtë Ramazanit, për arsye se mundohem që ushqimi të jetë shumë ma kalorik dhe ma specifik, do me thonë që mos ta kem ushqimin çfarë do, po ta kem shumë kalorik dhe ta kem, do me thonë, kohë të caktuar. Ka ndodhur me raste që edhe ka ra, ka ndodhur me raste edhe që ka ra, po ka ndodhur edhe raste të cilat me të vërtetë jam ndjesh shumë ma mirë. Për arsye se kam qenë më i lehtë, në lëvizje, kam qenë më, do me thonë, më i freskshëm. Por ka ndodhur edhe raste të cilat me të vërtetë trupi është lig. Po tani po ka ndodhur në të kaluarën që kemi pas edhe presion prej trajnerëve të ndryshëm të cilët nuk e kanë këtë ndjeshmëri, nëse nuk e kanë këtë praktik që me na bo me ndrru mendjen, po ja kemi dalë me bisedë dhe me angazhim cilin e kemi bo, ja kemi bo me dijet që me të vërtetë kjo nuk na ndikon, po ne edhe përkundër asaj që jemi agjerueshëm, do të thonë ndihmojmë ekipën edhe kontribuojmë në skuadër për suksese. Për mu nuk e di për tjerë, po për mu nuk është që ndikon bile ma mirë nina kur jam agjerueshëm se kështu. Për mu nuk ka problem. Po, normal, ndryshëm pak, jemi në kontakt edhe me trajnerat e klubit e sene, po kështu normal është mirë, nuk është që e ndim shumë atë pjesë. Në për shembull me një vetën mirë edhe trajnerat gjithmonë janë të mirë kuptueshëm këtë aspekt. Sipas disa studimeve që e bo në FIFA edhe sipas studimeve që e bo në Federatën Ligjitare Ruse, ka ndodhur që në një sportist që agjeron gjatë muajit Ramazanit ka shumë pak, jashtëzakonisht pak ka pas diferenca për muajit që nuk agjeron. Tash çka do të më nënkuptu kjo? Kuptohet se do të më nënkuptu që nuk është që kjo që po foli ka pas dallim shumë të vogël për shkak se ai pas iftarit ka pas një kujdes shumë të veçantë, i ka kushtuar rëndësi hidratimit, i ka kushtuar rëndësi të marrës makro, mikronutrientë dhe sasi caktuar, vitamina, minerale. Për shkak se në këtë rast të sportistët është mirë me të fillu me 3-4 hurme edhe ujë. Çka do t'i kushton pse hurmet? Për shkak se organizmi në kohën e iftarit e ka harxhit gjithë glikogjenin dhe glukozën që ka në xhak. Ai vetë ka filluar katabolizmin e yndyrnave. Kur mirën hurmet rritet sheqeri në xhak. Më fillon glukoza rritet në xhak edhe kthehet energjia. Për shkak se vëret se u humb energji shumë e madhe, edhe tash rikthehet energjia. Duhet të hidratimi duhet të bëhet gjithsesi, nuk duhet të nalë, domethënë hidratimi nuk duhet të ketë rënie asnjë pikë, duhet të kushtohet kujdes rëndësi të veçantë. Tash te puna e hidratimit duhet të dihet çka të pihet. Gjithmonë nëse bëu aktiviteti fizik para iftarit duhet të mirën lancet të pemëve, për shkak se kriprat minerale që i kanë humbur gjatë djersitës, ato i kthejnë më një herë.